Të dashur qytetar, sot kam një lajm shumë pozitiv për ju, të cilin me plot gojen mund ta quaj një moment historik në fushën financiare. Shqipëria ishte vendi i parë që dërgoi aplikimin formal për të pranuar në SEPA. Sot në datën 21 nëntor 2024, Bordi i Këshillit Evropian të Pagesave miratoi kërkesën e Shqipërisë për antarësim në zonën gjeografike SEPA dhe nga sot Shqipëria është zyrtarisht antare e SEPA-s. Kështu Shqipëria bëhet pjesë e grupit të parë të vendeve të Ballkanit Perëndimor që i bashkohet SEPA-s si një kusht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky vendim shënon një hap të rëndësishëm jo vetëm për integrimin e tregut ton financiar në atë evropian, por edhe për ekonominë ton pa qenë ende antar i Bashkimit Evropian. Krahas kontekstit të Bashkimit Evropian, përfitimet e Shqipërisë nga pjesëmarrja në SEPA për qytetarët dhe ekonominë janë të shumëfishta. Ulja e kostove është përfitimi i parë, më i prekshëm dhe më i matshëm për gjithë qytetarët dhe bizneset shqiptare. Me kryerjen e transfertave nëpërmjet SEPA-s, kostoja e pagesave ndërkufitare në euro me vendet antare të skemës vlerësohet se do të jetë minimalisht 5 herë më e ulët. Sipas vlerësimeve tona paraprake, kursimi për ekonominë shqiptare mund të jetë të paktën 20 milion euro në vitin e parë për të rritur në mënyrë progresive në vitet në vijim. Njëkohësisht, ulet koha e kryerjes së pagesave dhe rritet konkurenca nëpërmjet prezantimit të produkteve dhe shërbimeve moderne dhe të sigurta. Në nivel kombëtar, ky antarësim nxit përfshirjen financiare, redukton përdorimin e paras fizike, zgjeron produktet dhe shërbimet e pagesave dhe nxit zhvillimin e teknologjisë financiare. Në nivel ndërkufitar, ky antarësim nxit ndërveprimin tregtar dhe lëvizjen e flukseve monetare me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është partneri tregtar kryesor i Shqipërisë, ku rreth 60% e tregtisë kryhet me vendet antare të këtij bashkimi dhe krijimi i lehtësirave financiare është domethënës për zgjerimin e shkëmbimeve tregtare. Gjithashtu pjesëmarrja në SEPA u ofron bizneseve shqiptare qasjen në tregun evropian prej 450 milion banorësh, duke u ofruar mundësi për zgjerimin e aktivitetit të tyre, rritjen e konkurrencës dhe përfitimin e risive të tjera. Pas vendimit për miratimin e shtrirjes së zonës gjeografike SEPA për të përfshirë Shqipërinë, secili institucion që afron shërbime pagesash në vendin ton, duhet aplikojë individualisht për të qenë antar i skemave që administron Këshilli Evropian i Pagesave. Banka e Shqipërisë do të udhëheqë dhe do të mbështesë nga afër komunitetin e pagesave për të plotësuar të gjitha kriteret e antarësimit individual në skemat SEPA brenda vitit 2025. Në përfundim gjej rastin të falenderoj të gjitha autoritetet europiane, veçanërisht institucionet shqiptare që bashkëpunuan, Bankën Botërore, të gjithë partnerët tanë dhe stafin e Bankës Shqipërisë për mbështetjen dhe kalimin me sukses të gjithë fazave të këtij procesi me vlerë historike. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju uroj suksese për këtë arritje të rëndësishme.